Mirëmbrëma shikuesët të 7, po japim lajmet qendrore. Edicionin e hapim me një rast të rënd, më saktësisht edhe një vdekje në vendin e punës. Kësaj here viktima është një 31 vjeçar nga Vushtria, që ra nga lartësia e objektit dhe nuk i mbijetoi plagëve, kurse edhe një tjetër punëtor në Ferizaj, gjithashtu në moshë të re, u aksidentua mjaft rënd në vend punishte. Vendi i punës i solli vdekjen. Në një ndërtesë si kjo, e cila ishte në punim e sipër, 31 vjeçari me inicialet VPK nga qyteti i Vushtrisë dyshohet se ra nga lartësia e si pasojë e plagëve të marra vdeq. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Ilmi Prekazi. Nga emergjenca e spitalit të Vushtrisë është konfirmuar se si pasojë e lëndimeve të pësuara personi ka humbur jetën. E një punëtor tjetër pësoi lëndime të rënda derisa ra nga lartësia e një objekti në fshatin Babësh të Ferizajt. Ndonse jashtë rrezikut për jetë, ai po vazhdon trajtimin në qendrën klinike universitare të Kosovës. Vazhdon të qëndrojë fjetur me barna, vazhdon të jetë i kyçur për aparaturë mjekësore, vazhdon të jetë i monitoruar 24 orë. Pacienti për momentin paraqet një stabilitet të hemodinamik, gjithsesi një stabilitet të parametrave vital, pavarësisht asaj që lëndimet janë serioze. Ka lëndime në regionin e kokës, në regionin e gjoksit dhe në regionin e komplikut. Për rastin po vazhdojnë hetimet nga organet të rendit në ndyshimet për asgjësim, dëmtim apo heqje e pajisjeve mbrojtëse. Me rastin e së enjtës, numri viktimave në vendin e punës këtë vit ka arritur në 11. Derisa gjatë ditës është arrestuar dhe dërguar në mbajtje nën kontraktori i kompanisë ku vdiq 31 vjeçari. Një rast i rënd tentim vrasje ka ndodhur këtë ejtë në Istog. Bëhet fjalë për therrje me thikë mes dy personave që dyshohet të jenë të mitur, njëri nga ata është në gjendje kritike derisa raportohet se po merr trajtim në QKUK, ndërsa tjetri ka marrë tretman mjekësor dhe është jashtë rrezikut për jetën. Lidhur me këtë rast, për të 7 e ka konfirmuar zëdhënësi i prokurorisë themelore të PE-s Shkodran Nikshi. Rasti është cilësuar si vrasje në tentativë. Në këtë rast janë 2 viktima, një për fat të keq është me lëndime të rënda trupore në gjendje kritike. Ndërkaq tjetri ka marrë tretman mjekësor dhe është jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht përveç policisë që ka dalë në vendin e ngjarjes, është duke dalë edhe prokuroria në vendin e ngjarjes, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Për shkak se kemi të bëjmë me personat e mitur në këtë rast, jemi të rezervuar në dhënien të më shumë informatave, ka thënë Nikshi. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit ndaj të dyshuarve, të cilët rrëmbyen një person në kryeqytet. Ata do të hetohen për veprën penale rrëmbimi në bashkëkryerje, për lëndim të letru, por mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe për veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve. Në njoftim shtohet edhe se masa e paraburgimit ndaj të dyshuarve është dhënë për 1 muaj. Pas mbajtjes së seancës dëgjimore, gjykata vlerësoi se caktimi masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate, pasi që ekziston rreziku real që nëse të pandehurit lihen në liri, mund të arratisen me qëllim të fshehjes dhe ikjes nga përgjegjësia penale dhe të pengojnë rrjedhën normale të procedurës në këtë fazë të procedurës penale, thuhet me sjerash në njoftim. Nga me partinë në pushtet, u mor sot edhe majori i Prishtinës Përparim Rama. Ai akuzoi qeverinë për blokad, pasi projekti për ishullin urban që do të bashkonte lagjen Arbëria me qendrën e kryeqytetit mbeti në gjysmë me vendim nga Inspektorati për Trashëgimin Kulturore. Pas PDK-s e LDK-s, radha erdhi vetëvendosjes. Në selinë e tyre në Prishtinë, të enjtën, shkoi dikur sekretari i kësaj partie, Dardan Mulliçaj. Mirë po hyrje në subjektin politik që kontribuoi me dekada nuk ja lejuan zyrtarët e policisë së Kosovës. Do më vonë na bllokun hymin me polici. Kur kam qenë në aktivist në vetëvendosje dhe të tjerët, policia na ka nxjerrë zvarr nga zyret për shkak të aktiviteteve dhe të kauzave. Sot policia po përdoret me i pengu aktivitetet opozitare. Sipas tij, arsyeja e tyre është frika nga partia që ky e drejton tash e 7 vjet. Vetëvendosja i tutet veç Partisë Social-Demokrate. Qyshe pot,
edhe zyrtarët brenda kush pas të rastin u drellshin. Thu ti që ka ardhur në kush, vetëm PSD-ja ka ardhur, Dardani ka ardhur me media, me një zarf isha. Para menohë më kohën PSD-ja në kuvend. Para menohë që shdokën ta. Se këta janë mësu me opozitarë që s'kan as kredibilitet moral, as guxim politik, as vetdije, as aktivizëm. E kërkesa ati ndaj lëvizjes të vendosi është të qartë, debat televiziv me Partinë Social-Demokrate. Betejë vërtet politike ideore është mes Partisë Social-Demokrate dhe vetëvendosjes. Kjo është sfida. E ftoj vetëvendosin, nuk qesim kritere. Cilin do kandidat tyne, pej ne dhe 190, me cilin do pej neve, sa herë dojnë, ku dojnë, cilin do debat, në cilin do emision. Nëse s'kan gatishmëri për debat, nëse na friksohen e i marrin policin, nëse dridhen pej zarfa, le të bohen gati më u dridh hala ma shumë pej debatev, sfidav, aksionev, protestav. Mulliçaj vlerëson se vetëvendosja po bën debat me partitë e tjera opozitare për shkak se i kanë poshtur ato. Ishte ky aksioni i Partisë Social-Demokrate e në vazhdim e ndjekim kroniken e paralajmëruar më herët. Punimet i nisën në nëntor të 2024-s. Projekti për ishullin urban që do të bashkonte lagjen Arbëria me qendrën e kryeqytetit mbeti në gjysmë. Kjo për shkak të bllokimit nga Inspektorati për Trashëgimi Kujtorore në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Kryetari i Prishtinës Përparem Rama po e drejton gishtin direkt te qeveria në detyrë. Kujt po i pengojnë këto punë? Qeveria vazhdon për çështje puro politike me bloku kryeqytetin. Derisa të njëjtën kohë ju jep leje sektorit privat. Çfarë hipokrita, çfarë hipokrizie. Ne kemi kry projektin, kemi nda buxhetin, kemi fillu punimet, po vazhdojmë punimet me intensitet e ata vinë edhe e blokojnë. Rama thot se institucionet nuk kanë bazë ligjore për ndalimin e punimeve, për këtë kërkon hetim nga prokuroria. Prandaj po them, e ftoj prokurorin që këta njerëz që blokojnë ti marrë në pyetje, ti ndalë. Do ta dorëzoj me njerë. Si në sheshin Gjergj Bush, i pari i kryeqytetit thot se do të vazhdojnë punimet edhe për ishullin urban. Ne do të vazhdojmë me punë në sheshin Gjergj Bush, sikurse që do të vazhdojmë me punë edhe me ishullin urban, sikurse që do të vazhdojmë me punë në gjitha, ne kemi të gjitha pëlqimet që i kemi të nevojshme në bazë ligjore. Domethënë asgjë jashtë ligjore nuk kemi bërë në asnjërin prej projekteve. Kush është të bëjë gjëna jashtë ligjore, janë pikërisht ata që po na bllokojnë. Pra kjo qeveri. Në një përgjigje për televizionin nga Ministria e Kulturës treguan arsyen e bllokimit të punimeve. Megjithatë, në hapësirën e mbrojtur të trashëgimisë kulturore dhe në shpërfillje të obligimeve ligjore si dhe pa autorizim nga institucioni kompetent i trashëgimisë kulturore, komuna ka rinisur aktivitete ndërtimore nga muaji janar 2026. Prandaj, Inspektoriati për Trashëgimi Kulturore ka ndërmarrë masat sipas legjislacionit për trashëgimi kulturore, ndër të tjera ka rivendosur shiritat zyrtar të ndalesës së punimeve, në afat deri në përmbushjen e obligimeve të komunës sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për trashëgimi kulturore. Nga Ministria e Kulturës shtuan se shenja zyrtare për ndalimin e punimeve nga ITK ka qenë vendosur që nga nëntori i vitit 2024, shenjë që sipas tyre është arguar pa leje. E gjerë gjatë për këto akuza ndaj qeverisë, por edhe shumë çështje të tjera. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama i shpalosi në emisionin frontal me Arsim Lani në të shtatë. Ndër të tjera, ai tha se ministrat e qeverisë Kurti koordinohen se si t'ja bllokojnë punët. E ndjekim. Po them, vetëm i lus gjykata që të marrin vendime më të shpejta, sepse të gjitha këto projekte nuk e bojnë asnjë dëm, vetëm të mira për qytetarët e kryeqytetit. E kjo qeveri bën çmos, po them, bën atje bashk ministrat bashk me kalkulu si me bloku tash projektin e radhës edhe projektin tjetër. Pra këtë bëjnë. Ose mos me dëmtu një trashëgimi nga këto projekte. Më falë, unë jam arkitekt, jam urbanist, edhe faktikisht unë jam marrë vetë me proceset e mbrojtjes së trashëgimisë në kryeqytet. Vetë i di, i çmoj edhe i mbroj proceset. Asnjë projekt të cilin ne kemi bërë nuk e dëmton. Përkundrazi, i vënë pa trashëgimin arkitektonike në kryeqytet, të kryeqytetit.
Dëmtimet po bëhen me këto blokada jo ligjore. Ndërkaq, presidentja Vjosa Osmani pranoi të deklarohet nëse pas zgjedhjeve të 7 qershorit do ta mbajë pozitën e deputetës nëse fiton. Nëse e bën këtë gjë, ajo i humbet privilegjet që i takojnë si ish presidente të Kosovës e që nuk janë pak. Konstatoj që Kuvendi i Republikës Kosovës e zgjedhi presidente të Republikës së Kosovës zonjën Vjosa Osmani Sadriu. Me 4 prill 2021 u zgjodh si presidentja e 6 të Republikës së Kosovës, që nga ajo ditë Vjosa Osmani gëzoi privilegjet e saj si shefe e shtetit për 5 vjet të plota, nga imuniteti ligjor tek rezidenca zyrtare, mbrojtja afërt 24 orëshe për të dhe familjen, deri tek mjetet e transportit, protokolli i veçantë, fondi financiar për shpenzime zyrtare, darka diplomatike dhe vizita jashtë shtetit. Mirë po edhe pas 5 marsit, kur mandati i saj skadoi, Osmani vjen të ketë shumë privilegje nga shteti. Ajo merr penzion prej 70% të pagës që e mori si presidente, ka zyre në kuvend me 3 të punësuar nga buxheti i shtetit dhe gëzon mbrojtje nga policia si dhe posedon veturë dhe shofer. Megjithatë, tash Vjosa Osmani është numri 1 në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pritet të votohet për të qenë pjesë e kuvendit me 7 qershor. Në rast se ajo zgjidhet dhe betohet, duhet të zgjedhë mes benefiteve që i ka apo të qenurit deputet. Nëse një ish presidente apo ish president i Republikës Kosovës betohet si deputet ose deputete e Kuvendit të Kosovës, ai duhet të përcaktohet se cilën pagë po e don. A merr pensionin që i takon nga ligji për presidentin apo e merr pagën si deputet. Domethënë njërin të drejtë e humbet në rast se bëhet deputet i Kuvendit të Kosovës. Por prijesja e listës së LDK-s nuk tregoi se a do betohet si deputete apo do të pres për të kandiduar sërish si presidente. Nëse nuk e merr një votat për presidenta, do të bëni. Ju lut për mirë kuptim se nuk është. A do të bëni deputete nëse nuk e merr një votat për presidenta? Nuk është mirë që për këto tema të flasim në akademi. Momentalisht këto privilegje i gëzon ish presidenti Atifete Jahjaga dhe ish presidenti Fatmir Sidiu. Osmani dhe shumë ish bashkëpunëtor të tjerë e kujtuan sot Alush Gashin në një mbledhje komemorative e organizuar në patronatin e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku. Kontributi Gashit u vlerësua lart, kurse lamtomira e fundit atij u dha pasditën në vendlindje në Istog. Të pranishmet u bashkuan në ndërim të ish-ministrit të shëndetësisë Alush Gashi. E në mbledhjen komemorative të organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, disa fjalë për Gashin i shkruajtën në librin e Zis, Vjosa Osmani e Lumir Abdigjiku. Fjalët për të e kishte të vështirë t'i shprehte bashkëshortja e të ndjerit Iliriana, e cila mori fjalën para të pranishmëve. Kisha dashur të ju falenderoj të gjithë në anën të familjes, natyrisht, që keni ardhur me nderu Alushin, në nderu neve. Po du me i falenderu shumë të gjithë ata të cilët gjatë këtyre ditëve, pas lajmit të kopshëm që ne morëm, që na kanë ndajt ofër dhe mënyra të ndryshme, me qinda, postime të bukura, mesazhe të bukura, telefonata, për mundu me ndodhimbjen me ne, me na lehtësu. Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se Alush Gashi ishte një ndër figurat kyçe të shtetërtimit të Kosovës. A ishte shembulli i njeriut në të cilin fisnikëria njerëzore, madhështia akademike dhe përgjegjësia shtetërore përbashkoheshin në një. Si profesor i anatomisë, shkencëtar ndër më të mëdhenj në këtë fushë, profesor Alushi rrezatonte shkëlqim. Disa momente me Gashin i kujtoi në fjalimin e tij tash prisi i DDK-s Lumir Abdigjiku. Për shumë prej nesh, ai mbeti jo vetëm bashkëpunëtar politik, por edhe kujtesë e gjallë e një kohe themeluese. Asaj kohe kur politika bëhej më shumë si përgjegjësi ndaj vendit se sa garë për veten. Madje për ata që e njohin nga afër, profesor Alush Gashi barte me vete diçka nga vetë shkolla Rugëvjani e të bërit politik, qetësi në Kosovë. E 6 ditë pas vdekjes, Alush Gashit i u dha lamtomira e fundit. Ish-ministri u varros në varrezat e fshatit Prikut të Istogut pas ditën e së ajtës, me nderime nga familjarët e figura politike. Vijojmë edicionin me të tjera çështje. Zëvendës ndihmës sekretari i përgjithshëm për partneritetën në NATO, ambasadori Kevin Hamilton, ka mbajtur këtë ejtën një takim me gazetarë në Prishtinë.
Aty ai ka diskutuar rreth situatës së sigurisë në Kosovë, zhvillimeve në rajon, dialogut Kosovë-Serbi dhe kërcënimeve hibride në Ballkanin Perëndimor. I pyetur lidhur me incidentet në veri të vendit, ambasadori Hamilton tha se NATO pret përgjegjësi nga autoritetet serbe, që marrëdhëniet NATO-Serbi të ecin përpara në një mënyrë më thellë dhe më kuptim plot. Duhet të shohim që organizatorët të sulmit në Banjsk të sillen para drejtësisë dhe ne e dim kush janë ata, ne besojmë se edhe autoritetet në Serbi e dinë kush janë. Prandaj, siç thash, topi është në anën e Serbisë për të ndërmarrë hapat e ardhshëm. Ky është mesazhi që u dhash bashkë biseduesve të mi serb dhe tani topi është në anën e tyre, tha ai. Kalojmë tani në disa zhvillime më lokale. Flasim për shpenzimet të mëdha gjyqësore dhe përmbarimore që po i paguajnë komunat. Përfaqësues të tyre, ato po i quajnë një barë që duhet të mbajë niveli qendror. 126.6 milion euro janë paguar nga komunat për vendime gjyqësore dhe përmbarimore në vitin 2025. Kjo është një rritje prej 47% krahasuar me vitin 2024. Kështu pasqyron Instituti GAP, që tregon se këto janë parat të qytetarëve që paguajnë gjoba dhe detyrime ligjore të komunave. Gjithë këtë, drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, e quan padrejtësi. Është trendi duke vazhduar me marrjen e mjeteve financiare padrejtësisht për shkak kontratave kolektive dhe vendimeve gjyqësore të cilat ndërlidhen me kontratë kolektive. Në vitin e kaluar, komunave ju në marrë mbi 126 milion e gjys mjete financiare nga vendime gjyqësore, ku shumica atyre ka të bëjë me kontrata kolektive, në mënyrë të drejtë për drejtë, po edhe në mënyrë indirekte. A informon se nga viti 2022 deri në fillimin e majit bëhet fjalë për diku rreth 350 milion euro. Në tërësi, prej vitit 2022 deri në muajin prill, fillimin e majit, komunave në përgjithësi ju kanë marrë rreth 350 milion euro. Nga këto 350 milion euro, shumica është për kontrata kolektive dhe veprimet që ndërlidhen me kontratën kolektive, por çka është diçka e jashtëzakonshme është që deri në 30% e këtyre mjeteve financiare mirën nga proceset gjyqësore, nga avokat dhe nga përmbarues. E se komuna duhet të paguajnë për këto shpenzime është çështje e vendosur nga gjykata sipas avokatit Ardian Bajraktari. E kjo ka ardhur si rezultat i kontratave kolektive të cilat janë nënshkruar kohë më parë, për të cilat Ministria e Financave ka pretenduar që janë të jashtëligjshme, ndërsa sa i përket këtyre kontratave përkatësisht të drejtave që derivojnë prej tyre për kategoritë të caktuara të punonjësve, ka vendime të gjykatave të gjitha instancave që konfirmojnë që shteti përkatësisht komunat në rastin konkret duhet me i pagu. Megjithatë, ai shprehet se kjo barë duhet i takojë nivelit qendror. Barën e përgjithësisë aktualisht e mbajnë komunat, por besoj që me procedura gjyqësore të cilat tashmë janë nisur nga ana e komunave në raport me nivelin qendror, kjo barë në instancë fundit duhet me u barë nivelit qendror, sepse siç e thash kontratat kanë qenë të nënshkruara nga niveli qendror. Edhe kryetarët e komunave vazhdimisht kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me këto shpenzime që shpesh ju paraqiten si pengesë për jetësimin e projekteve të ndryshme komunale. Ndërkohë në kryeqytet banorët të cilët jetojnë te rruga Muharrem Feza po ankohen se nuk po rregullohet infrastruktura në këtë hapësirë. Ata thonë se po kanë sfida në qarkullim derisa ankohen se nuk ka plan për të nxjerrë nga situata. Infrastruktura e rrugës shkakton vështirësi për qarkullim në vazhdimsi. Njësoj edhe për këta dy autobus të cilët po lëviznin në rrugën Muharrem Feza në Prishtinë. Mos rregullimi i këtij segmenti indikoi që dikujt i rrezikohet edhe jeta. Që kaluar rrugës, mëre hes këshyri, e kum pas në kesën dhe ma ka hi në kesë, mëra kesën të më nalë me marë, mëre asë nalë hes, më thonë bile që ka u boa, që ka u marua. Madje banorët tregojnë se në një rast dikush e pësoi edhe me jetë. Rruga Muharrem Feza është merë. Është rrezik për fëmijët, është rrezik për këmësorët, ka pas me raste fatale, vdekje, para nuk ka shumë kohë, të rrezikum jem as në rrugë për veti, nuk mujna me dalë.
Pavarësisht ankesave të banorëve, nuk ekziston një plan për intervenim të thellë në këtë zonë. Kjo sipas komunës së Prishtinës për shkak të zhvillimeve të planifikuara. Komuna vazhdimisht realizon intervenime për mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e qarkullimit për automjetet, kombësorët dhe biciklistët. Megjithatë, për vitin 2026 nuk është planifikuar një intervenim i thellë në këtë rrugë, për shkak të zhvillimeve të planifikuara infrastrukturore në këtë zonë. Derisa nga ky institucion treguan se në këtë rrugë planifikohet shtrirja e rrjetit të ngrohjes nga termokose, si dhe zhvillimi urban i zonës. Ndërkësh në një komunë tjetër në Mitrovicën e Veriut, këtë ajtë është përuruar strehimorja e parë institucionale. Në investimin prej 634.000 eurove morën pjesë ushtruesja detyrës së presidentës së Kosovës Albulina Haxhiu, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, ministri për familje Andin Hoti e drejtori i policisë Gazmand Hoxha. Ushtrues detyrja e presidentës Haxhiu shkroi se në vizitën në pjesën veriore të Mitrovicës shihet qartë sipas saj dallimi mes shtetit që rikthen ligjin dhe krimit që ka dashur ta mbajë peng. Kjo është strehimorja e parë në rajon sipas standardeve të Konventës së Stambollit. Aso si ministre e drejtësisë bashkë me ish-kryetarin e Mitrovicës së Veriut Erdem Atiç dhe ministrin Xhelal Sfeqla e ridestinuam këtë objekt në strehimore për viktimat të dhunës në familje, shkroi Haxhiu. Të nderuar shikues, kjo është tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj që na ndoqët nga unë Fortesa, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.